Përshëndetje miq të Kinotek në Sol, ja të kemi rikthyer në këtë të mërkur si çdo herë në orën 17 për të ndarë me ju një super episod edhe këtë herë, sa modest që jemi e gon. Përshëndetje. Unë po rria dhe po të shihja Viola, çfarë do thoje se më ka marr malli. Ne duhemi shumë këtu në Kinotek në Sol. Dashuria mbi zotëron në çdo cep të Kinotekës, edhe pse ju nuk e shihni. Shpresoj që ju të jeni mirë, të keni kaluar deri tani një javë të mirë, bëni kujdes, rripin e sigurimit për gjithë ju që na ndiqni nga 89.0 FM nga radio në makinën tuaj, po dhe ju që na ndiqni nga YouTube, gjithashtu ju të tjerë që na ndiqni nga Spotify, nga kanali ynë. Po ç'ishte ky prill kështu kalon pa unë vënë re fare, sot jemi 23 prill, kështu që është koha që pa humbur fare kohë të ndalemi tek disa prej ngjarjeve më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë ditë në vite të ndryshme në kinematografi, por edhe në letërsi më tej. Do ta nisim me një datë nga letërsia dhe nga letërsia e madhe dhe klasike. Në 23 prill vitit 1616 ndrojnë jetë në të njëjtën ditë William Shakespeare dhe Miguel de Cervantes, dy kolosët e letërsisë botërore të gjitha kohrave. Pikërisht edhe në nder të kësaj dite, 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit dhe të drejtës autorit nga UNESCO. 1848 publikohet në Paris romani i njohur francez Zonja me Kamelie nga Alexander Dumas, romani i cili më vonë u përshtat në operën La Traviata të kompozitorit italian Giuseppe Verdi. Mirë, 1899, 23 prill, lind në Shën Peterburg të Rusisë Vladimir Nabokov, gjejeni kush, autori i romanit Lolita, një prej veprave më të diskutueshme edhe të vlerësuara të shekullit të 20. Zhvendosemi në ngjarjen e radhës. 1931 jepet premiera e filmit The Public Enemy, një nga filmat klasik të epokës së artë të Hollywoodit. Dhe fundit në vitin 1954 lind Michael Moore, regjizori i njohur amerikan i dokumentarëve dhe një nga zërat më kritik në industrinë e filmit kinematografisë. Dhe ne sapo kemi filluar me Kinotekën sot, kështu që menjëherë do t'ju njohim shkurtimisht me produksionet kinematografike të cilat sugjerojmë në këtë të mërkur, kështu që i përmendim së pari, pastaj për të ndalur pak më shumë në disa detaje. Po, nisim me Carol, viti 2015. The Handmaiden, i vitit 2016. Portrait of a Lady on Fire, i vitit 2019. Booksmart, i vitit 2019. Dhe seriali Sex Education, i vitit 2019 deri në vitin 2023. Tani ndalemi tek secili prej tyre për treguar shkurtimisht rreth historisë. Po e nis me Carol, i vitit 2015 me regji të Todd Haynes, një dramë elegante dhe vizualisht magjepsëse. Carol përshkruan një marrëdhënie të ndaluar dhe të brisht mes një gruaje të martuar dhe një fotografeje të re në New Yorkun e viteve 50. Me një buxhet rreth $11 milion, filmi fitoi mbi $42 milion dhe mori 6 nominime për Oscar, përfshir aktorët dhe kinematografinë. I vlerësuar për ndjeshmërinë e rrëfimit dhe estetikën e përkryer, Carol qëndron si një nga filmat më të përzemër të kinemas moderne. Vazhdojmë me The Handmaiden, viti 2016 me regjisor Park Chan-wook, një film i jashtëzakonshëm, u sugjeroj të gjithëve atyre që na ndjekin, unë e kam parë, është një thriller koreano-japonez i ndërtuar me mjeshtëri, i mbushur me intrigë, ndryshim perspektive dhe atmosferë gotike që e mban publikun të mbërthyer. Buxheti ishte rreth $8.8 milion, ndërsa filmi fitoi mbi $38 milion në botë dhe u përshëndet si një triumf narrativ. Vlerësimet ishin gati universalisht pozitive, 96% në Rotten Tomatoes, duke vendosur regjisorin Park Chan-wook si një nga regjisorët më të guximshëm të kohës. Portrait of a Lady on Fire, i vitit 2019, Celine Sciamma, një rrëfim i përmbajtur por i zjarrt, që pikërisht na tregon për artin dhe kujtimin. Vendoset në një mjedis të izoluar francez ku heshtja flet po aq sa fjala, ndonjëherë edhe më shumë se fjala. Me një buxhet të vogël rreth 4.9 milion euro, filmi bëri një impakt të madh në festivalet ndërkombëtare, duke fituar çmimin për skenarin më të mirë në Cannes dhe më shumë se 70 çmime në total. Kritika e quajti një film që digjet ngadalë, me një estetik që të rrëmben dhe me një regji e cila ka treguar më të mirën e saj.
Mirë, vazhdojmë me Booksmart i vitit 2019 nga Olivia Wilde. Një komedi dinamike që përmbys stereotipet e filmave rinor, duke u bërë një hit, po them, fal zgjuarsisë, ritmit dhe energjisë moderne. Me një buxhet modest prej $6 milion, filmi fitoi rreth $25 milion globalisht dhe mori vlerësime të mëdha nga kritika, 97% në Rotten Tomatoes, mjaft lart. Booksmart konsiderohet si një nga debutimet më të suksesshme regjizoriale të viteve të fundit, me një freski të dukshme pra në zhanrin e komedisë. Vijojmë tek sugjerimi i fundit, kemi të bëjmë me një serial këtë herë, Sex Education, i vitit 2019 dhe vitit 2023, pra ka zgjatur në këtë kozjate kohore. Është një serial i cili ka tjetërsuar edukimin seksual në televizionin mainstream, me skenar të guximshëm, humor tipik britanik dhe një galeri dhe shumëllojshmëri personazhesh autentik. Me një buxhet që rritej ndjeshëm sezon pas sezoni, duke përmendur këtu sezonin e parë që kushtoi 5 deri në $6 milion, u kthye në një sukses ndërkombëtar me më shumë se 40 milion shikues në muajin e parë të publikimit. I lavdëruar për përfaqësimin e gjerë dhe për qafimin e ndjeshmërisë emocionale, kritikët e kanë përshkruar si një nga serialet më të rëndësishëm për brezin e ri. Mirë, dhe meqense ne këtu në Kinotek në Sol i kemi të gjitha, shpejt do t'ju sugjeroj edhe 2 tituj librash, Në buzët e një gruaje, poezi, dhe Në krahët e mbrëmjes fshihet puthja, proz, të 2 librat nga Aurel Naçi, i cili është gjithashtu përveç se poet edhe regjisor. Ne do ta kemi Aurelin vetëm pas pak këtu në studio për të folur për filmat e tij, por edhe për pikërisht këta 2 libra, vetëm pas Breathe Me Sia. Mirë, jemi rikthyer. U bëra gati thojë në gjë. U bëra gati thoja një gjë sepse filmi për cilin do të flasim, po edhe për te filmit, personazhi që kemi të ftuar në studio do na tregoj gjëra shumë interesante, plot ngjyra. Dhe këtë nuk e vënë në diskutim fare. Po në fakt ndodh që për te faktit që ka artist, regjisor, shkrimtar apo çfarë do lloj fushë tjetër e artit që jetojnë jashtë Shqipërisë, pra janë me origjinë shqiptare po jetojnë jashtë Shqipërisë, ne na bëjnë krenar. Dhe kinotekës i duhet ky element, i duhen këto figura her pas here, ndaj sot do të flasim me regjisorin Aurel Naçi. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur këtu në studion ton. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. I cili në fakt nuk e ka shumë në favorin e tij kohën e qëndrimit në Shqipëri, po gjeti mundësinë për të ardhur te kinoteka dhe për të treguar pikërisht për filmin Aroma e Trëndafilit të Kuq, që është filmi i fundit që ke bërë, ndoshta i rëndësisë më të madhe deri më tani, apo jo? Po, është filmi i tretë dhe është filmi që më ka dhënë sukses, të them. Bukur. Së pari do donim të njihnim pak më mirë. Kur ka nisur raporti i parë me artin, me kinematografin, si e kuptove që kjo ishte fusha jote e jetës? Hapat e para kanë filluar herët, po them në shkollën 8 vjeçare, sepse tani është ndryshuar shkolla 9 vjeçare, atëre kam qenë nxënës shumë i aktivizuar në aktivitete shkollore, madje kam qenë pjesë e teatrit të shkollës. Më pëlqente shumë ndjesia e teatrit, shkonja shpesh në teatr, ne kemi pasur regjisor të mrekullueshëm në Korçë që vinte shfaqjet e kuklave në teatrin Andoza Koçajupi dhe unë shkonja shpesh, më pëlqente ajo ndjesia kur ngrihesha ajo perdja magjike dhe hapesh skena, ndriçimi që ishte në sfond, që ishte përgatitur nga skenaristi, muzika, gjithë kjo ndjesi më pëlqente shumë dhe kur shkonim në shkollë isha shumë i aktivizuar. Lexonim skenarin, aty ku e minim dhe ndjesinë e parë me skenarin, sepse vendosim shfaqjet në korridori shkollës, aty ku prindrit ishin audienca e parë dhe aty ku ne minim ato duartërkitjet e ngrohta. Ajo është audienca më sinqertë që mund të ekzistojë ndonjëherë. Sepse ishte edhe si motivuese dhe unë aty ndjeva që kisha diçka të lidhur me artin. Dhe besoja jo ishte që më rriti dhe më kultivoj më shumë dhe në vitet në vazhdim, patjetër. Është audienca më e sinqertë, po dhe audienca më e kujdesshme ndaj çdo detaj, kritike gjatë gjithë kohës. Shohin edhe gjëra që ti nuk i sheh. Po dhe mund të them sepse kemi qenë një brez me fat, sepse stafi pedagogjik vinte nga një sistem që kishte dëshirë të ushqente artin tek nxënësit.
Pra ne kishim një mësuese Anila Bega quheshe, tani jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, asaj i pëlqente aq shumë arti sa çdo gjë e shikonte në form arti dhe na ndante vendoste në përshfaqje me vajza që mos i përkëdhelte shumë, i shkonte si aktore, i theshte ti do bëhesh kjo aktore e famshme. Pra ajo ushqente tek nxënësit artin që ne të shihnin të bukurën në jetën tonë kur të rriteshim, të bukurën tek njëri tjetrin, dhe kjo ishte edhe një rol që ndikoi në formimin tim, po dhe tek të tjerët besoj, dhe tek brezat moshatarët e mi. Aurel, ma shkruaj një kuriozitet se ti je nga Korça, jeton në SBA prej vitesh tashmë. Si shumë korçar. Si shumë korçar. Po përmendë Amerikën, ke përmendur edhe Korçën. Përmendë Zyshën, the ajo sot jeton në SBA, po prap. Si ka mundësi që të gjithë ju korçarët shkojnë në Amerikë? Ndoshta e kemi gjakun e ëmbël, nuk e di. Nuk është çështje fati, a? Jo, besoj se ka të bëjë me shiko, korçarët kanë qenë nga të parët që kanë emigruar dhe ata kanë hedhur rënjë aty dhe në një vend të huaj kur dikush shkon për herë të parë i kupton që ky është nga zona nga Korça dhe besoj se kjo ka ndikuar shumë të ketë me llotarinë amerikane. Jo, un kam ikur me bashkim familjar. Okay, mirë, atëherë që ka rast tjetër se po të më thoje edhe ti që kam ikë me llotari do besoja pastaj përfundimisht që llotaria bie vetëm Korçë. Bie, dhe është e vërtet, shumë njerëz i bie llotaria dhe thon madje ka njerëz nga Tirana që shkojnë në Korçë mbushin llotarinë. Është fat, është vend me fat, është vend i mirë. Na ecën. Mirë, aroma e trëndafilit kuq ka patur një hënë ndërkombëtare, u dha së fundmi para disa kohësh edhe këtu në Shqipëri. Pse zgjodhe pikërisht këtë histori? Ti e ke shkruar vetë edhe skenarin. Po, skenarin. Më lejo ta them ta cek pak dhe titullin, Aroma e trëndafilit të kuq e kam titulluar ashtu sepse trëndafili është i vetmi narrator në historitë e zemrës. Ne kur na pëlqen dikush, kur kemi simpati, dhurojmë një lule. Dhe kuqja ka të bëjë me atë ndjenjën që rrjedh kaq natyrshëm tek ne kur simpatizojmë. Grekët e lashtë e lidhin dhe me Erosin, trëndafilin e kuqit. Dhe është shumë intrigues si lule. Nëse do shkojmë në kopsh me lule, gjën e parë që ne do na shohin mes atyre luleve shumë ngjyrëse do na shkojë syri tek trëndafili kuq. Prandaj më ka pëlqyer ta titulloj Aroma e trëndafilit të kuq, por kjo ka të bëjë me subjektin që un kam cekur. Në film, po e them me pak fjalë, un trajtoj me finesë atë vjen e holl që ndan miqsinë dhe ndjenjen. Ndodh shpesh që ne kemi të kërkojmë më shumë se miqësi, ndoshta në shoqen e bankës, në shoqen e kursit, po është reagimi njëjtë nga dyja palët dhe kjo është ky subjekt është diçka që i përfshin të gjithë dhe kjo është edhe dëshira ime për ta sjellë në film. Si janë reagimet kur njëri e përcjell ndjenjat më shumë, a mbetesh miq apo prishet kjo miqësi, nëse kalohet kjo vi. Mjaft interesante, mund të kujtua një mund të rimi 3 orë të tjera të flasim për këtë çështje. Kujtua një libër me Zdjemsh më erdhi në mendje tani, e kemi sugjeruar këtu te Kinoteka dhe sjell pak a shumë të njëjtën histori. Kjo vajzë ishte mësuar trinte me Zdjemve gjatë gjithë kohës, ishte shumë okay me këtë për qenë miq, por deri kur dikush kalon atë cakun, nga miqësia kërkon diçka më shumë. Vetëm se në këtë rast nuk kemi të bëjmë mes djemsh, por mes vajzash. Mes vajzash. Është, shiko, subjekti është në mënyrë metaforike i sjell në atë mënyrë dhe un kam arsye pse sjell me vajzat. Po them diçka, vajzat janë ato që në një marrëdhënie mbajnë peshën më të madhe. Dhe un prandaj e kam sjell, po dua që publiku ta zbuloj vetë kur ta shohë, po gjithsesi e thash pak a shumë. Prandaj e kam sjell në program. Më vjen natyrshëm të të bëj një pyetje. Po. Ose të bëj të dyve me që ju kam. Po bëjmë. Parë nga gjinia maskullore. Kush e vuan më shumë një raport dashuror? Me që jemi tek dramat e romancat, i bëjmë edhe këtë. Po kam përshtypjen që e vuan ai ose ajo. Përfundon. Personi që është më i përfshirë, do thoja. Unë mendoj vajzat janë më të ndjeshme në një marrëdhënie. Shpresoj të jemi gabuar, janë më të ndjeshme, shprehin më si thua, përjetojnë pak më shumë atë zhgënjimi, sidomos kur është hapi parë në atë brishtësinë e tyre që me gjithë sinqeritetin jepen në një shoqëri, në një marrëdhënie për të parë diçka më shumë se sa miqësia. E ja edhe këtë pyetje. Por në fakt kam përshtypjen që është personi që është më i dhënë. Nuk po them detyrimisht personi tjetër. Komentoni edhe ju. Komentoni. Cili mendoni që e vuan më shumë edhe kush le të themi kush shkëlqen pas ndarjes. Vëra si këto fjalimet motivuese tani, ishte e tepërt kjo.
Flasim pak për procesin e xhirimeve në Shqipëri. Është xhiruar në zonat e jugut të Shqipërisë, duke përmendur këtu Korçën, Himara, pastaj e vende të tjera. E kemi filluar në Tiranë në fillim, më pas jemi zhvendosur në Korçë, më pas në Dërmi, në Himar, dhe aty ku jemi fokusuar më shumë tek Riviera Shqiptare, që është një rivierë mrekullueshme, dhe unë kisha shumë dëshirë ta sillja në film. Dhe nuk ishte pse ti mungonte në fakt Riviera Shqiptare filmit, sepse kush më mirë se sa deti, ato pamjet e mrekullueshme mund të lidhen me një zhanër të tillë. Patjetër, janë të gjitha elementet e romancës të mund t'i gjesh në jug, perëndimin, detin, po edhe lulet, sepse ishin ato shtëpit kishin një dekoracion të shumë fantastik, dukeshin si piktura pa kornizë, ishin shumë të bukura. Xhiruar në vitin 2022. Ne kemi shpallur audicion bashkë me drejtorin e fotografisë Lorenz Pelusha, kemi shpallur audicionin në janar të vitit 2022 dhe unë jam kthyer në prill për të qenë i pranishëm në audicion për të zgjedhur aktoren e duhur. Pjesëmarrja ka qenë e vakët, të jemi sinqert, sepse nuk parandeshen me këto lloj temash, ose ne nuk kemi mësuar ta shohim artin në mënyrë metaforike, pra të shprehemi lirshëm në art nëpërmjet metaforës. Njerëzit e shohin gjërat shumë klishe, shumë thjeshtë, ndërkohë filmi është metaforë dhe unë përdor simbolikën gjatë gjithë filmit, pra është diçka ndryshe e sjell. Dhe të jemi sinqert, pjesëmarrja ishte e vakët. Kishe ti një emër përpara, po themi, audicioneve, një emër që e ke kontaktuar për të marrë rolin protagonist në film? Po, është e vështirë ta mendoja pa parë. Shiko, unë jam nga ata njerëz që kur pres për audicion për rolin, sidomos kur bëhet fjalë për filmin tim, dua që ta shoh në sy aktoren kur ta lexoj skenarin, sepse dua ta shoh reagimin. A e sheh ti të njëjtin gjë që shoh unë? Dhe unë nëse nuk e shoh këtë reflektim në sytë e tu kur ti lexon, atëre mendoj se nuk je përshtatshëm për rolin. Ndaj nuk desha të bëja telefonata, sepse më duket si ato filmat e para viteve 90 që beshin me mik, ma merr vajzën ti se është vajza e filanit apo e filanit. Pse e them, sepse në fakt është fenomeni i kohëve moderne, edhe patjetër që kanë plotësisht të drejtë dhe është e justifikuar fakti që tani nuk duket sikur kalon më në audicione një cast për një film të caktuar, po zgjidhen personazhe që i përkasin botës së showbizit, që mund të kenë një influencë, mund të kenë miliona ndjekës në rrjetet sociale, dhe kjo në tërësi bën edhe suksesin përfundimtar të filmit. Po ky nuk është art, ky është komercializëm, që ti ndajmë gjërat. Unë po flas për artin e mirëfillt, nuk më pëlqen arti komercializëm. Se po tjetë arti komercializëm, ashtu si që theksua dhe ju, zgjedh disa njerëz që kanë shumë ndjekës në Instagram, në rrjetet sociale, po nuk është ky kuptimi i artit. Dhe nuk besoj se jam në atë natyrë që ta gjej ose ta cek artin nëpërmjet kësaj rruge. E vërtet. Filmi yt është vlerësuar në festivale të shumta ndërkombëtare, në Toronto, në Kanada, në Kaliforni të Shtetet e Bashkuara, këtu në Evropë, në Austri, rikthehemi sërish në Shtetet e Bashkuara, në LA. Tani, çfarë ndjesie ti jep ty kjo gjë? Më lejo të shtoj diçka. Kemi marrë 13 çmime ndërkombëtare dhe festivale të kategorisë A dhe 5 nominime. Kjo ka qenë një sukses për mua dhe unë jam fokusuar më shumë tek perëndimi, festivale perëndimore, për një arsye të thjeshtë. Në perëndim ekziston meritokracia, që ti themi gjërat ashtu siç janë. Pra, një vend që të hap portat nëse ti ke talent për të sjell diçka. Gjithsesi më befasoi dhe Europa, se zakonisht në Europë akoma ekziston kjo miqësia, ana tjetër e erët që mua nuk më pëlqen tek festivalet. Miku, shkurt miku. Patjetër, është ana e erët, hajde siç ndodh rëndom dhe në festivale të tjera. Por më vjen mirë që morëm vlerësime në Austri, u nominuam në Hollandë në festivalin e filmit që bëhet në Hagë, dhe në Hagë më surprizoi se Haga njeh më shumë për drejtësi dhe nuk e dinja që kishin dëgjuar të gjithë të paktën një herë të vetme në jetën tonë, thënë nga prindja apo kushdo tjetër do të çojë në Hagë. Në Hagë, po, dhe nuk e dinja që po ty pse do të çojë në Hagë, më i mirë. Si ajo puna erdhi policia apo erdhi Gogoli, që keni bërë fëmijët me trauma. Justifikim, po. Dhe jemi vlerësuar dhe aty me nominim, në Austri, në Vjenë kemi fituar gjithashtu, por unë pres dhe festivalet e tjera pres nga Anglinë, sepse kam shumë për zemër. Anglia ka një kulturë shumë të mirë kinematografike, është një festival me emër, shpresoj dhe lutem që të paktën të kualifikohem.
Dhe ne urojmë patjetër që të kualifikosh, do të vijojmë të flasim për sukseset e tua dhe të filmit, por vetëm pas kësaj shkëputjeje muzikore që është ky titull. Midnight City nga M83. Edhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer me Aurelin dhe me Egonin këtu në Kinotek në Sol për të vijuar me bisedën dhe po flisnim përpara hapësirës muzikore për festivalet. Tani a kanë përfunduar festivalet apo na presin të tjera? Anglia është pikësynimi i radhës. Këtë e përmende dhe tashmë jemi të qartë. Po të tjera festivale që të presin në rrugtimin tënd? Po, ne vazhdojmë, jemi akoma në garën ndërkombëtare të festivaleve. Kur kthehem jam në festivalin e 20 të filmit në Karolinën e Jugut, ku jemi dhe premier në Myrtle Beach International Film Festival, një festival i njohur me zë. Po paralel në të njëjtën javë jemi dhe në festivalin e 20 që zhvillohet në St. Petersburg të Floridës, dhe ky një festival i njohur me zë, me një audiencë shumë të madhe. Shpresoj të japim rezultat, gjithsesi pjesëmarrja është sukses për mua dhe është kënaqësi, dhe unë pres me emocion rezultatet. Nominimet duhet të dalin, besoj nga fillimi i javës tjetër do të dalin nominimet. Çfarë do të thot për ty të fitosh një çmim për cilin je nominuar në një festival të caktuar, si arritje personale këtë herë, jo profesionale? Pra Aureli, çfarë i thot vetes kur i thërritet emri si regjizori filmi i të cilit u përzjodh fitues për një çmim? Të fitosh është vlerësimi i sakrificës që ti bën, dhe unë sakrifikoj për të bërë diçka. Ndaj kjo më gëzon shpirtërisht, po dhe më çlodh, më heq dhe një peshë, sepse nuk është vetëm personale e regjisorit, po ti ke dhe përgjegjësinë e stafit. Ti do t'japësh dhe përgjegjësi për vajzat që luajnë, për aktorët që luajnë në rol, dhe ato ndjen kënaqësi sepse aktorët japin shpirtin në rol për të dhënë më të mirën. Po stafi gjithashtu që punon Paolo, dhe drejtori fotografisë, ndriçimi, të gjithë ata që në diell, në mes të vapës, kur i themi ne të xhirosh, kjo është sakrificë, dhe në momentin kur ti vlerësohesh, unë heq një peshë mbi supë dhe them, shikoj, ne fituam, sakrifikuam, po dham rezultat, dhe ju nuk e humbët besimin tek unë. Ne u ndalëm pak në fillim fare, ndoshta edhe përmes batutave për ta dramatizuar gjithë atë situatën, tek largimi yt nga Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një largim i hershëm, më them, që 18 vjeç. Adoleshent, 18 vjeç në atë me. Po ti nuk u bëre regjisor sa shkove në Amerikë, besoj. Jo. Shiko, të gjithë shkojmë me një ëndër shumë të madhe në Amerikë. Por duhet të kuptojmë diçka, në periudhën që unë lash qytetin e Korçës, arrini një moshë ku ëndrat bën më të mëdha se çfarë të ofron ai qytet i vogël. Dëshirat rriten, ti shikon në televizor, shikon ato serialet Friends dhe serialet e tjerë të huaj që ishte një rini e lirshme, kishin kushte, kishin shtëpitë e tyre, makinat e tyre. Ne ishim në një vend ku prindit me ato rrogat modeste nuk na i plotsonin të gjithë dëshirat, dhe ëndra ishte për të eksploruar, për të parë një botë më të mirë, ndoshta një jetë më të mirë. Por kur shkon ti ndeshesh në radhë të parë me ndryshimin e kulturës, shkon nga një kulturë në një kulturë tjetër, dhe detyrimisht që ti përshtatesh, duhet fillosh në radhë të parë me gjuhën. Pra kam patur vështirësi sepse kam ndjekur dhe gjuhën, po kam punuar dhe paralelisht për të kapur ritmin e jetës, se do paguash qiranët, do jetosh. Por dëshira ime ka qenë shkolla e filmit. Unë jam drejtuar shkollës së filmit. Aty nuk është si punë e akademisë së filmit këtu që është 4 vjet, janë kurse regjizoriale, 8 mujorshe, por kishte një kostor shumë të lartë. Unë shkoj në shkollë e filmit dhe kisha përgatitur dhe një skenar me vete, kisha skenarin e parë Your Turn të zhanrit thriller që kam realizuar film të shkurtër, sepse më kishin thënë që në fund të semestrit për të marrë kreditet e shkollës duhet të bëje një projekt të shkurtër. Dhe shkoj, po kur shikoj që kosta ishte shumë e lartë, më shumë se sa mundësitë që kisha unë, mbeta kështu, thash mirë të shikoj çfarë mund të bëj. Ndërkohë instruktori i filmit që ishte aty që punonte, pa dëshirën që më kisha për film, me lexoj dhe skenarin dhe më tha, po të çoj diku, tha, do të adresoj diku ku është klubi i regjisorëve, i quajnë ata kur mbiten siç kemi ne Kafen Hemingway, aty është klubi i regjisorëve të pavarur, njerëz që merren me film, dhe shko, angazhohu vullnetarisht
hyr në praktikë, mëso dhe mbase bashkëpunon me dike. Dhe kjo më dha vërtet një dorë sepse nuk e atë që desha e arrita, po jo nëpërmjet shkollës, po futa direkt në praktik. Për fatin tim të mirë, është hapur gjatë mbledhjes që bënim regjizor të pavarur, një producente që jeton në qytetin tim, Suzy Griswold, emri i njohur për qytetin, jo për gjithë Amerikën, se Amerika është e madhe, kishte nevojë për një producent asistent, sepse producenti asistente i saj kishte një plan, kishte një projekt tjetër në duar. Dhe thash, po shkoj unë vullnetarisht. Aty mora një eksperiencë ku kam punuar vullnetarisht me një staf mbi 50 vetash, të gjithë punonim në fundjavë. Pra punonim për të jetuar 5 ditë, të shtunë të diel ishte vullnetarisht, po më pëlqeu shumë pasioni, dëshira për të realizuar film, korrektësia në punë, nuk e di, më pëlqeu aq shumë kultura e të punuarit, nuk e dëgjoj që të bërtisnje dhe i kuptonje vërtet regjizorin, rolin e regjizorit, asistentin, pra nuk hynte njëri tek roli tjetrit ose tjetrit aty, si themi në shqip, nuk i fuste hundët aty ku nuk duheshe. Dhe kjo ishte një kulturë e mirë e të punuarit që mua më pëlqeu shumë dhe unë këtë reflektova dhe këtu kur xhirova Romën e Trëndafilit të Kuq, madje tekniku i ndriçimit më tha përpara se të ikja më tha, jo se po ta bëj qefin, tha, po nuk kam punuar tha njeri me më të qetë, tha, dhe me kaq kulturë, tha, sa ty, tha, se zakonisht këtu kur fillojmë, tha, dhe shajmi, tha, i zëm të gjitha me radhë, tha. Mirë, kjo ishte se në fakt doja të pyesja për një eksperiencë në Shtetet e Bashkuara që ka ndikuar në formimin të artistik dhe ja ku edhe përgjigjen, po unë doja të pyesja edhe për një eksperiencë ndoshta pak më të hershme nga fëmijëria jote apo adoleshenca jote këtu në Shqipëri që ka ndikuar, ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në formimin tënd artistik, qoftë si regjizor, qoftë edhe si shkrimtar, po them, si autor. Ashtu siç e theksova, shfaqet në shkollën 8 vjeçare kanë qenë, unë isha pjesë e teatrit të shkollës, po gjithashtu isha edhe në korin e shkollës, më pëlqente edhe muzika. Po. Dhe pra ti këndon? Këndonim si fëmijë, tani nuk jemi këngëtar. Ja, isha në korin e shkollës kur bëshim për festat e çlirimit, kishim mësuesi tani është njeri i nderuar, respektuar i Korçës që është në bandën frymore, Muslim Bardoshi, dhe e përshëndes nëse do ta ketë mundësinë ta dëgjoj. Aktivitetet ishin shumë të rëndësishme për mua. Në festat e fundvitit, festat e mësuesve, pra gjithçka ne vinim trajtonim tema sociale. Dhe kishim, për fat keq që nuk kam shumë dhe fotografik, vetëm pak 2 fotografika nga sepse nuk kishim kamera atëre. Por ajo ndikoi shumë në formimin tim. Ndikoi letërsia, gjithashtu më ka pëlqyer shumë dhe libri i parë që më ka dhënë shtypë për të shkruar, më ka rritur dëshirën për të bërë poet, është Rubairat nga Omar Khayyam. Për ata që nuk e kanë lexuar, ja sugjeroj, aty është e gjithë jeta në vargje. Dëshira dhe dashuria për atë libër më ka bërë që edhe unë të shpërthej në lirika, të shkruaj një pjesë të botës time të brendshme. Po nëse do të kërkonim që të jepi një këshill një të riu shqiptar që do të ndjek rrugën e kinemas jashtë vendit, po. Në Shtetet e Bashkuara për shembull ose kudo tjetër, po konkretisht. Këshilla është vetëm di qendrën dhe bëj atë që ke mundësi, sepse nga ëndra kanë të gjithë, por problemi është sa i kemi mundësitë. Ne themi nga ndonjëherë të shikosh ëndrën është më madhe se sa xhepi. Dhe unë bëj atë që kam mundësi, nuk është sepse a duhet gjithmonë që të pyesim xhepin për ëndrat tona? Nga ndonjëherë duhet të jemi sinqert sepse ka një kosto të madhe. Unë punoj 2 puna që të suportoj veten, në radhë të parë një punë kam për të më siguruar të ardhurat, qeran, jetesën, të gjitha këto, dhe puna e dytë është unë të ndjek të xhirime, të bëj filma, të paguaj atë ne themi koston fi që kanë festivalet për të marrë pjesë, për të ndjekur festivalet, premierën që e solla në Shqipëri me forcat e mia, pra je detyruar të punosh që të suportosh veten tënde. Nëse e me fat të njohësh dikë që mund të sponsorizoj, kjo është akoma më mirë. Shumë vërtet. Cilat janë pritshmëritë tua në të ardhmen? Do të thonë çfarë pret pas premierës, pas përshtypjeve që ke marrë për Aroma e Trëndafilit të Kuq? Unë do them diçka, unë kam dëshirë që të kontribuoj në kinematografinë shqiptare. Jam shumë patriot, po e them, ndoshta tani njerëzit edhe mund të qeshin se thotë ky jeton jashtë, më pëlqen vendi im. Në fillim e shikoja lumturinë gjeografikisht, por kur arrin në një moshë që kupton që bari është jeshil dhe në vendin tënd nëse kujdesesh për atë. Dhe unë kam dëshirë të kontribuoj në kinematografinë shqiptare. Ne kemi pak mangësi sepse na mungon larmishmëria
në kinematografinë shqiptare. Ne akoma nuk I kemi cekur ca zhanra. Për shembull, ç'a nuk kemi cekur? Po, nuk I kemi cekur zhanrin suspense, thrillerin, horrorin, musical komedi. Më thuaj kur është era e fundit që ju keni parë një musical komedi në nivelin e Mamma Mias, ne nuk e kemi parë. Film jo, po shfaqje teatrore ka pasur. Dakor, po flasim në kinematografi. Siç ka qenë filmi Bujar Kapexhiut edhe kështu dhe ashtu që unë e shoh edhe tani që e kam parë mbi 10 ere, e shoh me shumë kënaqësi. Po filmat biografik ne na mungon, pra ne duhet të cekim të gjitha nga pak, duhet të sillen larmishmëri, sepse për fat keq ne fokusohemi o tek komunizmi o tek filmat aksion me vrasje, me gjakmarrje, me me gjëra. Pra me ca tema lokale që ndoshta nuk I japim dhe mundësitë e filmit shqiptar të prek audiencën. Pikërisht të kap dhe audiencën e huaj që dhe ata të kuptojnë realitetin, se jo të gjithë e kuptojnë realitetin që kuptojmë ne. Po nuk e di pse unë besoj, po ky është qëndrim tërësisht personal I imi që ne po përpiqemi të shkojmë drejt produksioneve ndërkombëtare, po e bëjmë në mënyrën e gabuar, domethënë ja po e përmend një rast, që janë këto mafia shqiptare, veshur me taka që shkojnë. Domethënë janë ca skenarë që duken të çuditshëm dhe nuk I qëndrojnë realitetit shqiptar. Këtë pjesë do të duket sikur ti po thuaj që ne duam të shkojmë duke kapur sensacion në atë kinema ndërkombëtare, po jo më shumë se sa thjesht një sensacion sipërfaqësor. Nuk flasim për të gjithë filmat, që të jemi të qartë. Ka produksione të mira, ka njerëz që lodhen dhe bëjnë vërtet punë të mirë dhe janë për të duar trokitur, por ama është edhe ky fenomen. Po të kuptojmë dhe diçka, nuk duhet gjykuar, po duhen suportuar sepse ashtu e percepton ai artin. Ashtu e koncepton ai arti është perceptim personal. Dhe unë nuk mund të gjykoj askënd, po mund të them kështu, nëse ai e bën me kaq mundësi sa ka dhe kështu si e koncepton, ndoshta unë mund ta sjell më mirë. Pra është vështirë si të thuash që ti gjykojmë, ne duhet të suportojmë dhe për aq duhet të falenderojmë që mbajnë gjallë filmin shqiptar, sepse sa prodhime bëhen në vit, rreth 3-4 filma besoj xhirime, nuk besoj se bëhen më shumë. Përnumërojnë me gishta, nuk është. Gjatë viteve të fundit ka pasur një rritje goxha të mirë të kinematografisë shqiptare. Po më shumë kanë ardhur nga jashtë kanë xhiruar, po them vendas që jetojnë këtu dhe xhirojnë, sepse janë kthyer nga jashtë dhe shumica kanë xhiruar. Po gjithashtu ne kemi dhe diçka që ne duhet ta cekim, është sepse ne na mungon prodhimi Lenda e parë, I cili është skenari. Nuk e di, unë lexoj dhe autor shqiptar sepse shkruaj vetë, nuk shoh ndonjë roman të jetë në mirëfill të jetë në nivelin e Nicholas Spark, që unë ta marr, ta lexoj, të frymëzohem dhe ta përcjell të frymëzim, ta hedh në skenar, sepse nëse romani është aq I mirë sa ty të frymëzon të godet këtu dhe ti e hedh e përcjell në skenar, po dhe e përcjell tek kolegët e tu, tek aktorët me radhë. Pra nuk e di, na mungon kjo, na mungojnë skenaristët e mirë. Pjesa për mungesën e skenaristëve të mirë është një prej gjërave që ne kemi dëgjuar më shpesh në studion e Kinotekës nga regjizor apo njerëz të artit. Interesante sepse flasim shumë për regjizor, por ja për shembull erdhi rasti të flasim dhe me sa di unë për herë të parë po e trajtojmë si çështje skenarin. Po përveç skenarit është sepse është zinxhir. Skenari kalon dhe tek aktrimi, ti ke aktore që nuk janë eksploruar në për zhanre të ndryshme. Sepse do marrësh një aktor, ajo nuk e ka patur mundësinë ta luajë këtë zhanr. Pra, si thua, gjithçka funksionon zinxhir. Pra ne na duhet të rikthehen skenaristët, ku janë ata prozatorët e mirë, prozatorët e mirëfill që na frymëzojnë. Kjo besoj është ngërçi tek kinematografia shqiptare. Dhe do t'i rikthehemi sërish bisedës, megjithatë, përpara kësaj është koha që të bëjmë një tjetër shkëputje muzikore, 17 nga Sharon Van Etten dhe pastaj rikthehemi po prap këtu në studion e Kinotekës. Nuk e mohoj që të kam dashur, as që pas teje isha marosur. Në sytë e tu, peng më ke mbajtur, siç mbahet lidhur një I burgosur. Por ndodh që jeta ndryshe vjen, tjetër zemër tek ty ka trokitur. Çdo gjë që ishte midis nesh, si ëndër nate, larg ka ikur. Nuk e mohoj që jemi dashur, mbi gjurmëputhjesh kemi ecur. Ne të tutje I kemi flakur kur dashuronim si të dehur. Mbase në rrugë më sheh një ditë, edhe bën sikur s'më njeh. Ta dish, nuk fshihen dashurit, se jemi dashur, dot se fshe. Po t'jap një dorë trokitje se më vërove shumë emocion. Faleminderit. Kjo poezi është nga libri me poezi Aurel Nashit, Në buzët e një gruaje.
Aurel, po qenë edhe poet, më? Poet dhe prozator. Nëse ke dëshirë mund ta cek dhe titullin pse e kam titulluar edhe në fakt unë e kisha në mendje të pyesja. Si ka që lidhur me figurën e gruas në tërësinë e gjërave që bën? Sepse unë të ndjek her pas here edhe në postimet në rrjetet e tua sociale. Femra është art, është muzë, është frymëzim. Ndaj ashtu siç e shohim të bukurën në jetë, ne duhet ta shohim dhe tek sytë e femrës, tek buzëqeshja e femrës. Tani titulli në buzë të një gruaje ne kam titulluar sepse puthja është ai çelësi që hap portat e zemrës, pra gjithçka fillon nga puthja. Prandaj kam titulluar në buzë të një gruaje. Në buzë të një gruaje mund të gjesh gjithçka, mund të gjesh kujtime, mund të gjesh dashuri, ndoshta mund të gjesh edhe tradhtinë shpesh e gjen, pra i fshin të gjitha. Është dhe pak djallë, si ajo djallë dhe angjëll dhe djallë, i ka të dyja. I ka kështu të ndara krahët. Një në ngjyrë të kuqe, një në ngjyrë të bardhë, apo është ngjyrë e zezë tani duhet. Poetik Aureli, poetik. Gjithashtu ka ardhur edhe me një libër tjetër, i cili është në prozë, kam përshtypjen. Po, në krahët e mbrëmjes fshihet puthja. Përse kam titulluar kështu? Mbrëmja fshin pluhurin e përditshëm që ne na jep jeta në streset, lodhjet. Pluhurin e ditës. Pluhurin e ditës, si thua, na kalon nga ajo monotonia, na e thyen, si thua, jep çik në ngjyra monotonisë që ne marrim gjatë gjithë ditës. Dhe çfarë ndodh? Ne në mbrëmje gjejmë veten të shlodhemi në ritmin e një muzike, pse jo në një flirt, pse jo në një vallëzim. Prandaj them në krahët e mbrëmjes fshihet puthja. Ka diçka magjike mbrëmja që të gjithëve na afron. Është aty si ne i themi në errësirë gjithmonë fshihen mëkatet. Është edhe një shprehje shumë e bukur. Jemi në dritë dhe puthemi në errësirë. Në errësirë fshihen mëkatet. Më pëlqeu. Shumë e bukur kjo. Më pëlqeu. Tani ne do vijojmë me disa diskutime të tjera, po edhe me pyetje që të njohim pak më mirë. Si thua ti Egon, kalojmë tek pyetjet për ta njohur më mirë Aurelin apo ke ndonjë gjë tjetër për të Në fakt doja të pyesja se kishe shumë kritika për kinematografinë shqiptare. Edhe shumë mirë që i kishe se isha ka, sepse vetëm duke pasur kritika mund të shohim se çfarë shkon gabim edhe të përmirësohemi. Ashtu siç e theksova, unë kam ndonjë dëshirë që shpresoj dikush ta dëgjoj, unë dua që të rikthehet kinostudioja në vendin tonë. Përse? Sepse kinostudio si kinostudio aty strukturë, patjetër, si strukturë funksionar, pra të fillojë të funksionojë. Shteti nuk i kushton asgjë të mbajë regjisor dhe aktor me rroga, ashtu siç ka aktorët e teatrit. Pra shteti të financojë më shumë për kulturën, për artin, për kulturën. Po pse ka rëndësi kjo? Sepse ne rritim prodhimtarin, rritim cilëtetin e filmit, pra prodhojmë më shumë dhe këtu e imponojmë ekzistencën tonë kulturale kinematografike tek vendet e huaja. Tani lejon vetëm një gjë do të them po më lejo të them diçka, dhe pse është shumë e rëndësishme, sepse aktorët do kenë mundësi të luajnë dhe në teatr, dhe dhe në film. Gjithashtu ne kemi dhe radio televizionin që është akoma në kujdesin e shtetit, pra kompozitorët që është një kosto e madhe ti kompozosh muzikën. Të njëjtën gjë siç funksiononte përpara kinostudio, po tani ka tamam konceptin kinostudio e re, sepse është diçka e re, diçka moderne, dhe ne kemi mundësi ta rikthejmë përsëri. Shteti të bëhet distributori kryesor i filmit shqiptar. Ne kemi dhe Kosovën, kemi dhe shqiptarët e Maqedonisë që prodhojnë. Dhe në fund fare të bëhet distributori nëpërmjet të shpërndarjes në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, të nxiten dhe politikat e bizneseve për të investuar, sepse shteti ka shumë të lehtë. Të thotë, nëse ti ke një biznes, ti mund të investosh kinematografi dhe ke lehtësira në taksa në fund të vitit. Ashtu siç i bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës që japin lehtësi bizneseve që financojnë në art. Pra ne kemi mundësi ta ngremë. Gjithashtu një gjë shumë e mirë pozitive është sepse ne kemi platformën RTS, televizionin e Korçës në Maqedoni, dhe filmi shqiptar nuk humbet thjesht në YouTube si diçka e lënë pas dore, po jepet përsëri në platforma televizive. Ndaj unë kam dëshirë që të rikthehet përsëri dhe të kthehen ata kineastë të mrekullueshëm që jetojnë jashtë shtetit, që bëjnë çfarëdo lloj pune për të jetuar, po që kanë një pasion dhe një dëshirë të paparë për filmin. Është vërtet. Nga ty, ti do ishe kthyer? Unë do kthehem qenesër ele. Nëse kthehet kinostudioja dhe unë kam shpintimet dhe të jem në një rrogë për të nxjerrë jetesën, të njëjtin paralel siç punoja ande për të jetuar. Është pika ku do doja të ndalesh, se kjo më ngacmon. Pra ti po thua praktikisht, me sa arri unë të kuptoj, që ti japim një rrogë edhe këtyre aktorëve apo kinastëve. Siç po jep me teatrin, apo. Siç po japim teatrin. Tani, rrogat e teatrit pak a shumë gjithë kemi idenë sa janë. Ndërkohë që aktorët për filma paguhen më shumë
Domethënë dhe ka një nivel goxha më të lartë pagesa e një aktori për një film se sa një aktor teatri. Mirë, këta e në caktojmë. këtë pikë sa mendoni që do ishin dakord vetë aktorët për të bërë pjesë e një skeme të tillë po i quaj unë. Po shiko, si funksiononte në kohën e komunizmit para viteve 90 kinematografia, ishin njerëzit me rogë, kishin një rogë që ndoshta ishte pak më lart se punëtorët e thjesht, po ishte një pagë e arsyeshme për të siguruar jetesën. Tani ne të gjithë e dimë që të gjithë duan milionat, njerëzit mendojnë e dinë shumë të thjesht që nëpërmjet artit mund të pasurohesh, por nuk është aq e lehtë. Janë disa gjëra, shiko, Hollywoodi është një ëndër e bukur, një iluzion i bukur, po jo gjithçka është nëpërmjet pagesës së filmit. Është shumë e vështirë të nxjerrësh fitime nga filmi. Ndonjëherë duhet të shkelësh mbi imazhin tënd, skandalet. Ata që kanë bërë skandale janë njerëzit më të pasur të botës sot fundi. Po mirë, dakor, lëmë atë pjesë, po e cekim sepse siç e theksova, shumë e vështirë. Pra, njerëzit që merren me art kanë dhe puna të tjera, janë si të thuash, janë aksioner në për kompani të ndryshme, merren me biznese të tjera, pra fitimet ata e nxjerrin nga diçka tjetër. Në Amerikë, sepse ndodh që ka filma që humbasin nuk arrin të kapin as buxhetin që e kanë realizuar. E vërtetë, dhe pjesë e filmave ashtu. Gjithashtu, po ndë janë lehtësirat e taksave. Po ne pse duhet ta ngrem arsyen, sepse ne gjuha shqipe nuk e na ndihmon të çajmë në tregun e huaj. Po marr si shembull Indinë. Çfarë bëri India? Eksploronte me filmat e vet, nuk e pa që nuk arriti të kapte dot tregun, i ktheu të gjithë kineastët, aktorët dhe ngriti Bollywoodin. Dhe tani është vendi i dytë pas Hollywoodit në prodhime filmike. Por ja imponuan botës, ja imponuan vendeve europiane dhe perëndimore ekzistencën e tyre kinematografike nëpërmjet prodhimtarisë. Dhe ne duhet ta ngrejmë ta ngrem në atë që t'japin volum, sepse ti s'ke volum në prodhim, me 2-3 filma duhet të ngrem që t'ja imponojmë ekzistencën tonë të kinematografisë dhe vendeve të huaja. Ky është mendimi im, ndoshta mund të jetë mendimi gabuar, po unë kështu e shoh në këtë koncept. Sa më shumë ide të hedhim mbi tavolinë, aq më shumë ka mundësi të bëjmë gjëra të mira edhe të përmirësohemi, kështu që çdo kritik qoftë, sugjerim është ka herë e mirëpritur kam përshtypjen unë. Po le të jemi pak më fani në këtë pjesë. Më të lehtë. Tani duam ta njohim Aurelin, po në një formë pak, po them, më sintetike, duke kapur disa pika. Ne do bëjmë disa pyetje. Shumë shkurt. Dhe përgjigjet shkurt. Shkurt dhe sakt. Shkurt dhe sakt në kohë. Mirë, filmi i preferuar. Filmi i preferuar Cinema Paradiso nga Giuseppe Tornatore. Kjo meriton një duartrokitje sepse është një prej filmave që do mbetet gjithmonë ikonik në kinematografinë mbar botërore. Mirë, regjisori preferuar, nuk po thua Tornatoren prap, apo aty ngelim? Shiko, unë preferoj shumë italianët si regjisor, jam i çmendur pas kinematografisë italiane dhe franceze, por dhe regjisor, në fakt regjisor amerikan tani italian, Martin Scorsese italian është në origjinë gjithçka. Po italianët, po e lëmë italianët. Okej. Libri preferuar. Libri im i preferuar, kjo është pak e vështirë të zgjedh, po unë po zgjedh Krim dhe Ndëshkim. Dostojevski. Shkrimtari preferuar? Shkrimtari preferuar, meqense Ceka Dostojevskin po e le, po kap Ernest Hemingwayn. Një nga romancierët më të mirë që ka jetuar dhe një vend e kam patur fatin ta vizitoj në Key West, ka patur dhe shtëpinë dhe kam patur dhe fatin të kem qenë në shtëpinë e Hemingway dhe macen që e kishte dhuruar kapiteni, shoku i tij, ato macet me 6 gishta e kam parë aty që ishte nga njëjta familje që ja dhurovi kapiteni. Mace me 6 gishta? Po. Okej. Shkoj mirë në shtëpi numërojmë gishtat macës se nuk i di. Është mace veçantë. Këngëtari, kompozitori apo muzikanti preferuar? Mua më pëlqen muzika që ka tekst. Edhe muzika e preferuar. Po, nëse nuk më rëmben teksti, nuk më tërheq kënga. Po unë jam pak amerikanë ka një shprehje thonë old school, shkollë e vjetër. Më pëlqen ajo muzikë që të rëmben teksti. Nëse po e le të huajt, po le t'i bëjmë qefin këngëtarëve shqiptare, mua më ka pëlqyer shumë Aleksandr Gjoka dhe vazhdoj të dëgjoj akoma. Është i jashtëzakonshëm. A mund ta kemi një duartrokitje për Aleksandr Gjokën, ju lutem, sepse edhe unë e dua shumë si figurë. Është i vetmi këngëtar që nuk pranoi të punonte me tekste mediokre. Ato pak këngë po janë hite, këndohen dhe sot dhe po ti dëgjosh përsëri të dhurojnë kënaqësi. Pra mua më pëlqen teksti poetik te kënga. Ne shohim nga njerëzit kërcejnë, po atë se kuptojnë fare çfarë thot këngëtari.
Kjo nuk më pëlqen. Ndërsa për sa i përket muzikës, më pëlqen një këngë që është orkestrim i mirëfillt, jo në studio, sepse unë dua ta dëgjoj dhe kitarën dhe tingujt e kitarës dhe daullën këto. Prandaj kthehem viteve 90, 80 në muzikë dhe i dëgjoj shpesh, domethënë tuaj më ka pëlqyer Roy Orbison. Fenomen në për sa i përket muzikës. Po unë mendoj që ti harrove një gjë shumë të rëndësishme. Po. Të madhe, ta thoje. Po. Serenato Korçare. Po tjetër, Serenata është po tjetër. Aty ka konflikt interesi ai, nuk e thot. Jo, madje edhe Serenata patjetër, madje disa nga poezitë e mia, unë i kam sugjeruar disa këngëtarëve për t'i bërë serenadë dhe po punohet me njërin nga ato, është takimi i fundit. Okej, mund të kemi ndonjë kështu informacion kush është këngëtari, për shembull, ku do donim ne të dinim. Do ta zbuloshem për një fotografive, do ta them në mesazh, nuk do ta them tani publike se nëse nuk më mban fjalën, nëse nuk mban fjalën ai pastaj dalon gënjeshtar, nuk do të dal keq. Nëse ne e themi këtu ai do e mbaj fjalën patjetër se nuk ka ku shkon tjetër. Ja, do e mbaj fjalën. Do t'i bëj impresion. Po mënyrën po pret muzikën, sepse tani çfarë ndodh, bëhet kompozimi i muzikës një pastaj përshtatet tekstin. Ndërsa më përpara kompozitorit i vinte teksti poetik, uleshe dhe kompozonte notat bazuar në tekst. Okej, mirë, po e lëm artin. Se jam kurioz, sporti i preferuar? Futbolli. Okej, shumë mirë. Dhe skuadra e zemrës? Skuadra e zemrës, shikoj, mua më ka pëlqyer Juventusi, ndërsa në kampionatet europiane po e lëm Shqipërinë apo të jemi me Shqipërinë. Ku janë fansat e Juventusit? Jam me dy duar Flori aty. Ndërsa në kampionatet europiane, shikoj, më pëlqen futbolli që duron spektakël. Gjithmonë Italia, Franca ka treguar spektakël, Hollanda, Spanja. Pra këto skuadra që kombëtarën shqiptare të futbollit. Po e ceka pak, po e lëm kombëtare. Megjithëse dhe ne kemi dhënë shkëlqim kohët e fundit, por ne na mungon ai shpirti luftarak, dua të them. Nuk e di pse minutat e fundit na rrezojnë gjithmonë. Megjithëse këto vitet e fundit kemi qenë mirë, shumë mirë. Në një europian, nuk e di. Edhe më mirë do jemi. Në europianin që rrezuan Portugali 1-0 që e mundën Portugali, ajo që nga ndeshjet më të bukura që un kam parë të kombëtares. Çfarë emocioni. Shkojmë shpejt tek shenja horoskopit. Shenja horoskopit, un jam gaforia. Okej. Shpirt artistik. Edhe një gafore tjetër në çfarë i zori skimatar? Ushqimi preferuar? Ushqimi preferuar, shikoj, un jam lupash i madh për prodhimet e vendit, të them të drejtën. Më pëlqen shumë, po e them diçka shumë shqiptare, fasulet me pastërma. Okej. Vdes. Po ne këto vlerësojmë. I kam fiksim. Janë, ato që kanë, s'kemi ç'bëjmë. Pija preferuar. Pija ime preferuar është vera. Gjithmonë konsumoj një gotë verë me ushqim. E kam ritual, me ushqim një gotë verë. Perfekt. Vazhdojmë edhe tek shkurt tek këto pyetjet e fundit. Pyetjet më mirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Shqipëri? Gjetja e financimit për një projekt më e thjeshtë në SBA apo në Shqipëri? Unë jam patriot i madh, se që thash, nëse unë siguroj të kem një rrogun kthehem që nesër e la Amerikën nuk më bën fare përshtypje ato godinat e larta. Pra Shqipërinë po e zgjedh dhe pyetja tjetër ishte cilat ishin më të lehta. Pra dukshëm përgjigjja jote ka të bëjë me një financim në mungesë në Shqipëri për kinematografinë, por nëse do të të jepej kjo mundësi, ti nuk do ta vendosje fare në dyshim dhe do ktheheshe më një herë këtu me sa arrit foto jon. Më mirë në SBA apo në Shqipëri bashkëpunimi me aktorët? Bashkëpunimi me aktorët. Shko, unë dua të bashkëpunoj në Shqipëri, po të reflektoj atë që kam marrë në SBA. Okej. Qartë. Pritja e librit nga botuesit, më mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Shqipëri? Shiko, si në Shqipëri dhe në Amerikë, kohët e fundit kemi shumë mungesë e lexuesit tek libri, sepse teknologjia na i ka larguar lexuesin nga libri. Që të jemi të sinqertë, janë drejtuar drejt jetëve sociale. Por unë mendoj se të huajt akoma e ndjekin se brezi vjetër, po e lëm brezin e ri se brezi i ri është drejt rrjeteve sociale. Mendoj se në jashtë shtetit në Amerikë do të ishte më mirë votimi. Më mirë në SBA apo në Shqipëri paga? Paga. Okej, besoj është e qartë kjo. Shiko, pagat, po duhet kuptojmë diçka. Edhe për standardin e jetesës, pikërisht, po shiko, unë them kështu. Në Shqipëri, kur ke shtëpinë që s'ke detyrimin të paguash qira këto tëra, preferoj më mirë një pagë modeste në vendin tim se sa gjysma e qiras të largohet tek tjetri. Shija e kafes, më e mirë në Amerikë apo këtu?
Unë pi kafe turken e kam me pëlqej shumë dhe e sjell ma dërgon vllai, ma dërgon vllai se dërgon edhe mamas kanë ardhur dhe prindrit dhe gjithmonë mëngjes se kam atë ritualin e një shqiptarit vërtet kafe turke dhe një teke rakije kemi ne nga Korça ose të jetë pemani ose perushi. Më mirë në SBA apo në Shqipëri një birr me miqt. Ku? Në Shqipëri gjithmonë. Nuk e ke idenë çfarë emocioni është. E fundit, pyetja e fundit. Plazhi dhe breakdate, më mirë në SBA apo në Shqipëri? 100 herë më mirë në Shqipëri. Nuk ka si deti, nuk ka si deti, kënaqësinë që ka deti se ka oqani. Mirë, ne u kënaqëm, uroj ta kesh shijuar po njësoj Aurel dhe të falenderojmë, të urojmë në vijim sa më shumë suksese dhe pse jo të shohim shumë shpejt në Shqipëri si pjesë e Kino Studios, një projekt që ti e propozon tashmë dhe hedh si një ide në tavolinë. Uroj dhe unë të realizohet kjo që tha uroj me gjithë shpirt. Ishte kënaqësi Aurel, të përshëndesim. Ne tani do të shkojmë në një tjetër shkëputje muzikore në Green Light nga Lord dhe rikthehemi. Ishim me Aurel Naqin, me regjisorin dhe skenaristin korçar të emigruar në Shtetet e Bashkuara që ka sjell një film mjaft të bukur edhe për publikun shqiptar. Tani rëmbeni kokoshkat e Cineplex, po së pari blini biletën, shkoni te ulësia juaj bashkë me kokoshkat dhe shijoni filmat, sepse duke nisur nga nesër pikërisht në 24 prill në rrjetin e kinemave Cineplex në Tek dhe në QTU vjen The Account 2. Filmi shënon rikthimin e Ben Affleck në rolin e Christian Ulf, një gjeni matematike me aftësi të jashtëzakonshme i cili këtë herë bashkohet me të vëllain e tij të larguar Braxton, i cili luhet nga John Bernthal për të zbuluar një komplot vdekje pas vrasjes së një miku të vjetër. Në regjinë e Gavin O'Connor dhe me pjesëmarrjen e aktorëve si Cynthia O'Day Robinson dhe J.K. Simmons, ky thriller premton asgjë më pak se aksion dhe mister. Kështu që për aksion dhe mister nesër në Cineplex në 24 prill do të keni pikërisht këtë film The Account 2 për ta shijuar dhe për t'u kënaqur e për të kaluar kohën tuaj të lirë. Dhe po ashtu kohën tuaj të lirë mund ta kaloni edhe duke dëgjuar Radio Sol në makinë, gjithmonë duke pasur parasysh që të udhëtoni të sigurt, sepse siguria vjen mbi gjithçka tjetër. Na gjeni në Spotify, të na shihni dhe të na dëgjoni në YouTube, në Instagram edhe rrjetet të tjera sociale, të cilat për momentin nuk mund t'i përmendim. Ju bëfshi shef, ne shihemi sërish këtu të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë miru pafshim.